Allahun e falenderojmë, i cili është meritor të falenderohet në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo situatë, për gjitha të mirat me cilat të mira na ka nderuar dhe na ka veçuar, dhe ndër më të mirat është veçëria e të mirave, ajo është udhëzimi jon i drejtë, udhëzimi i cili është në shërbimin dhe dobinë e mendjes tonë, udhëzimi i cili është ilaç dhe melhem për shpirtat dhe zemrat tona, udhëzimi i cili është i vetmi sistem i përkryer që na i plotson, na i drejton dhe i jep kuptim jetës tonë të shkurtë dhe na mundson që frymën e fundit Allahu të faqebartë ja dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriçuar për Muhammed Mustafan, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin me plot besnikëri, me plot krenari dhe ndershmëri udhëzimin profetik pejgamberit alayhis salam deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, përderisa Muhammedin alayhis salam vullën e gjithë pejgamberëve e kemi model jete, për cilën model tha Zoti i Madh në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Fakti që ne jemi një halkë e zinxhirit njerëzor për ta plotësuar zinxhirin deri në ditën e fundit, ne kemi nevojë për ta zhvilluar të ardhmën tonë, kemi nevojë për një model i cili ka jetuar para nesh. Ai i cili ka jetuar para nesh i përkryer me udhëzimet e Zotit Madh është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Zoti i Madh tha, nëse doni të keni një të ardhme të mirë, një të tashme të mirë dhe një të ardhme të mirë, modelin më të mirë për ta rregulluar jetën e juve keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përderisa është kështu, në këtë hutbë të xumë du të ndalem në 5 vetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veti që pejgamberi alayhis salam i kishte para se ta dinte dhe para se të ishte pejgamber i Zotit. Veti me cilat pejgamberi alayhis salam jetoi edhe pasi që e pranoi emanetin nga Zoti i Madh që të jetë i dërguar i Zotit. Dhe këto veti ishin ato veti që i dhanë mundësit pejgamberit alayhis salam që të mos korritet asnjëherë me dijen e tij dhe me bagazhin e tij dhe me gjitha të mira që Zoti ja dha në jetën e tij. Andaj vëllezër të nderuar, për këto veti që do t'i themi disa fjalë, nuk ka nevojë të japmi shpjegim të madh. Janë fjalë të shkurta që fjala në vete ka shumë kuptim dhe nuk ka nevojë që na të japmi shpjegim. Këto veti duhet t'i përvetsojmë para se ta përvetsojmë dijen tonë, sepse dija jonë dhe shumë dija jonë nuk na ban dobi nëse këto veti nuk i kemi të përvetsuar në karakterin tonë. Këto veti duhet t'i përvetsojmë para se ta zotrojmë pasurinë që na e ndrojmë jetën tonë, se pasuria dhe sa do pasuri nuk të ban dobi nëse këto veti na nuk i kemi të përvetsuar në karakterin tonë. Me fjalë tjera, çfarë do statusi, çfarë do pozite që arrijmë në jetën tonë, pa këto veti ne do të jemi të korritur dhe nuk do të na mundsohet të jetojmë faqebardh edhe të përfundojmë faqebardh. Për cilat veti na do të flasmi dhe cilat veti na duhet t'i ofrojmë afër zemrës tonë. Xhamati i nderuar, këto veti që do t'i përmendi tash, duhet t'i memorizojmë edhe asnjëherë mos t'i harojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pranoi nderin më të madh, kur e pranoi pasurinë më të madhe, ajo ishte statusi i të dërguarit si i dërguar i Zotit. Kur e pranoi këtë nder pejgamberi alayhis salam në momentin që u taku me Xhibrilin alayhis salam, erdhi i trishtuar te bashortja e tij Khadija, erdhi i friksuar se çka do të ndodhë tash pas këtij nderi të madh. Andaj vëllezër të nderuar, neve ndonjëherë na mundsohet një dije e madhe. Mirë po mendojmë se dija neve do të na nxjerr faqebardh duke mos i pas parasysh to veti. Ndonjëherë Zoti neve na bekon
dhe na nderon me pasuri duke menduar se pasuria në vetvete na jep nder dhe na jep faqebarësi dhe duke i haru këto veti. Mirë po Hatixha, bashortja e mençur e pejgamberit alayhis salam, i tha në këtë moment, ja dha këshillat më të mira, e përkujtoi pejgamberin alayhis salam. Dhe këto veti dhe këto këshilla janë këshilla për çdo një gjenerat, për çdo një musliman deri në ditën e Kiametit. Tha ja Muhammed, o i dërguar i Zotit, me të cilën Zoti ti kanë nderuar dhe të ka beku që të jesh i dërguari i gjithë njerëzimit. Ta ka dhënë Zoti një nder të madh që nuk ja ka dhënë askujt. Mos u frigo, mos u tut. Wallahi, bani be Hatixha, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Pasha Allahun e madh, u betu Hatixha, se Hatixha ishte e mençur. Hatixha ishte ajo grua e cila e përkrahu pejgamberin alayhis salam në çdo situatë të vështirë. Hatixha ishte ajo e cila e vlerësoi me kriteret e shëndosha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha vallahi, tha Zoti nuk ka me të korit. Vallahi Zoti nuk ka me të lënë anësh. Vallahi Zoti ka me na mundsu që me jetu faqebardh, me dijen që do ta kesh, me bagazhin që do ta kesh mbi supet e tuja, me nderin dhe statusin që do ta kesh. Andaj këto veti nuk ishin të veçanta vetëm për pejgamberin alayhis salam, por këto veti duhet i ketë çdo një musliman. Këto veti duhet i përvetsoj dhe ti mësoj çdo një musliman, nëse dojmë të jetojmë faqebar në dijen tonë, nëse dëshirojmë të jetojmë faqebar në pasurinë tonë, nëse dëshirojmë të jetojmë faqebar në statusin dhe pozitën tonë që Zoti na jep në jetën e shkurt kësaj dunjaje. I tha Hatixha radiallahu anha, pejgamberit alayhis salam, tha vetia e parë që ti e ke pas dhe me këtë jeton, Allahu nuk ka me të korit për arsye se ti e mban fort lidhjen farefisnore. Lidhjen farefisnore Zoti i madh e quajti Rahim. E fjala Rahim rrjedh nga emri i madh i Zotit Rahman. Andaj Zoti i madh lidhjen farefisnore e quajti Rahim për t'i tregu besimtarit dhe për t'i tregu njeriut se njeriu ka ardhur për ta mbajt lidhjen farefisnore dhe ai i cili e shkput lidhjen farefisnore, ai është shkput nga lidhja e fortë e Rahmanit, ajo është mëshira e plot e Rabbul Aleminit. Tha Hatixha, tha mos u tut, mos u frigo, se Allahu ti nuk ka me të korit përderisa ti jeton me mbajt lidhjen farefisnore ngusht. Lidhja farefisnore është e shenjtë o vëllezër për neve. Lidhja farefisnore duhet të ruhet me çdo kusht. Lidhja farefisnore nuk duhet të cenohet për interesat tona personale. Lidhja farefisnore është me pozitën më të lartë në fejen tonë. Lidhja farefisnore është ajo lidhje e cila na mban ngusht me lidhjen e Rabbul Aleminit. Tha mos u tut, përderisa ti e ke pas këtë veti para se me qenë pejgamber i Zotit dhe jeton me këtë veti, Allahu nuk ka me të korit me këtë post që ta ka dhënë. Andaj i nderuar, andaj ti i nderuar që Allahu të ka nderu, mos u mashtro me pasurinë tane, mos u mashtro me dijen tane, mos u mashtro me pozitën tane, duke menduar se ti nuk ke nevojë për lidhje farefisnore, se Allahu në momentin që ti e shkput lidhjen farefisnore, Allahu ka me të korit me pasurinë tane, Allahu ka me të korit me pozitën tane, Allahu ka me të korit edhe me dijen tane, edhe nëse ti zotron shumë dije. Kjo është e para. E dyta i tha Hatixha radiallahu anha, o Muhammed, Allahu ti s'ka me të korit përderisa ti e në krahun e nevojtarit, përderisa ti e ndihmon nevojtarin me dijen që kije, me pasurinë që kije, me pozitën që kije, dhe gjithmonë je në krahun e nevojtarit. O vëllezër të nderuar, na jemi në një kohë ku edhe nevojtarin e shfrytëzojmë për nevojat tona, edhe ndihmën kur ja ofrojmë nevojtarit, ja ofrojmë për ndihmën tonë dhe për një prapavi që e kemi synu dhe e ëndrojmë në jetën tonë. Nevojtarin mos e ndihmo për të mirën tonë. Nevojtarin ndihmoje pse nevojtari ka nevojë, e nëse ti e ndihmon nevojtarin për nevojën që ka,
e ke ndihmën e Rabbul Aleminit, se pejgamberi alayhis salam ka thonë: Inna Allahe fi auni abdihi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e robit të tij, përderisa robi është në ndihmën e vllaut të tij. Mos u tut dhe mos u frigo, se Zoti nuk ka me të korrit përderisa ti e ki këtë veti dhe e zotron këtë veti. Vetia e tretë, i tha Khatija radiallahu anha pejgamberit alayhis salam, tha: ti me veçori që Zoti ka beku dhe të ka nderu, je i veçantë në ndihmën dhe në dobin e tjerëve. Xhamati i nderuar, kretëve që Zoti neve na ka kriju, çdo njeri e ka nga një veçori, çdo njeri e ka nga një bekim prej Zotit të Madh, çdo njeri është i nderuar me diçka të veçantë që Zoti e ka dallu. Andaj ti si besimtar edhe si njerë duhet me qenë i veçantë në ndihmën dhe në dobin e tjetrit. Dikujt Zoti ja ka dhënë dijen. Nëse kjo është veçori e jotja, bëhu i veçantë me dijen tonë të jesh në dobin e tjetrit. Nëse Allahu të ka veçu me pasuri, Allahu të ka dhënë një emanet shumë të madh, dhe bëhu i veçantë me pasurinë tonë të jesh i dobishëm për tjetrin. Çdo kush është i veçantë me diçka, andaj duhet të jemi të veçantë në dobin e tjetrit, nëse dëshirojmë që Allahu të mos na korrit as në dunja e as në ahiret. Vetia e katërt, i tha Khatija pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha: Allahu nuk ka me të korrit, edhe mos u frigo, t'jesh i sigurt se ti e nderon musafirin, ti e respekton musafirin, ti të bëhet zemra mal kur të vjen musafirin në shtëpinë tënde, ti gëzohesh për musafirin, sepse Allahu i Madh me fjalën e pejgamberit alayhis salam na i tregoi pozitën dhe statusin e rëndësishëm të musafirit. Bereqeti është në nderin dhe respektin e musafirit, përderisa pejgamberi alayhis salam e ndërlidhi respektin e musafirit me besimin Zot, që është gjëja më e shtrenjtë për neve në këtë dunja, dhe e ndërlidhi me ditën e llogarisë, që na punojmë, jetojmë dhe sakrifikojmë që të jetojmë dhe dalim para Zotit Madh faqebardh. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ai që beson Allahun, ai që pretendon se jeton me Zotin e tij, ai që pretendon se e respekton Zotin e tij dhe e shpreson ditën e llogarisë, të jetoj faqebardh dhe të rinjallet faqebardh në jetën e shkurt kësaj dunjaje. Kur t'i vjere musafiri, të mos i prishet qefi. Kur t'i vjen musafiri, leta nderon musafirin. Kur t'i vjen musafiri, leta shef musafirin një bekim dhe një nder nga Zoti i Madh, që Zoti po don me të nderu dhe me të beku edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. E jo me thonë: pse nuk mu lajmëru, e pse nuk më kallëzoj më herët, e ku e gjeti ki këtë kohë, sepse kështu ti e tregon se ti e ke një veti të vishkur, e kjo veti, kjo mungese e kësaj vetie ta mundson që Allahu me të korrit edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe vetia e pestë që nuk duhet me haru, Khatija i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha: ja Rasulullah, mos u tut edhe mos u frigo, se ti gjithmonë ke jetu me karakterin e shëndosh, e karakteri i shëndosh është që gjithmonë me kanë në krahun e të vërtetës. Të bardhës me i thonë e bardhë, edhe të zezës me i thonë e zezë. Jo për hatër dhe për interese tuja me mbulu të vërtetën, e të vërtetës me i thonë e pavërtet dhe të pavërtetës me i thonë e vërtet. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhe në këtë frym e edukoi gjeneratën e tij, në këtë frym zbriti i gjithë Kur'ani, dhe këtë frym e ka i gjithë Islami, dhe me këtë frym na duhet me jetu si musliman. Të vërtetës duhet me i thonë e vërtet, dhe të pavërtetës duhet me i thonë e pavërtet. Edhe shokun e dashur, edhe mikun që e ke mik, në momentin kur ai gabon, mos ja mbulo gabimin, por për gabimin këshilloje, korrigjoje dhe përmirësoje. Nëse don Allahu, mos me të korrit as në këtë botë, as në botën tjetër. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha: vallahi, tha,
bia jeme që e du për shpirti, që e kam pjesë shpirtit dhe e kam pjesë trupit tem, nëse bia jeme ka me vjedh, unë nuk do të mbuloj, unë nuk do të ndërmjetësoj që ajo ta te i kalon këtë situatë, por unë e bijës teme do t'ja shkurtoj i dorën. Kështu na duhet të jemi vëllezër të nderuar, nëse dëshirojmë që me dijen tonë të mos korritemi as në dunja, as në botën tjetër. Kështu me këto veti na duhet të jetojmë dhe këto veti vëllezër të nderuar duhet t'i mësojmë dhe t'i memorizojmë ashtu qysh i dim 5 kushtet e Islamit. E dim se kushtet e Islamit janë 5, mirë po kushtet e mos korritjes gjithashtu janë 5 që i ka verifiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë me dijen tonë, me pasurinë tonë, me pozitën tonë, me statusin tonë, me gjitha begati që Zoti neve na i ka dhënë, të mos korritemi në dunja, të jetojmë faqebardh edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, të jetojmë, të përveçojmë këto veti, sepse me këto veti jeton kryet lartë, krenar me nderin më të madh edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.